garat në asfalt i majtë kështu edhe për drejt, do me thonë në pej, kanë marrë pjesë 4 garuse nëse s'gaboj, femrat, cilat kanë kallëzuar rezultate shumë të mira. Tu kanë qenë si drag race, do më thonë? Qashtë të diçka, po, drag race, dhe po, për ndryshe e para u majtë kështu mes gomave, me këshyrë sa e gjënshme më këthy në këthes, sa për merë këthesën shpejt, e kështu me rallë. Kujdesi në komunikacion, e përmendim shumë shpesh edhe gjithë të hanë këtu e kemi rubrikën e komunikacionit, dikun 20-25 minuta që e bojmë me ekspertin tonë të komunikacionit, Lavdim Hamitin. Po, sa e përket motoristave, bicikletave, do më thonë këto që janë në 2 rota, du gjithmonë me këshyrë 2 herë. I këm pa edhe do video promovuse, vedisuse në Angli, ku nëse nuk këshyrë një gjdo dhe krysh, do më thonë këshyrë një herë, këtheni në anën tjetër, po prap edhe një herë. Do më thonë, kur nuk është pak me këshyrë disa herë, se motoristat nuk vrehen, sidomos në kushtet të rëndume kur ka pak shi, ose kur është dukshmëria ma e vogël, nuk vrehen gati hesht. Më dasht me ndërhy këtu me përmend qëto se motoristat po shtohen të nkohen, tash ka motorista dhe gjatë vjeshtës, gjatë pranverës, këtu nërë kemi pas veç verës. Po. Tash pështyna sezonën. Tash pështym sezonën, dimës po kemi shumë gjatë, po kemi borë shumë pak, kështu që motoristat janë 11 muaj të vitit në për rrugë tona, kur është dukshmëria ma e vogël. Ti erda, kur ja ki fillu mu, a ke pas interesim edhe për kjera, apo me njerë motor? Jo, sinqerisht motori prej e vogël, dy qysh më ka flejnë në zemër, kur i kom pa motorat e krejt në regull, po më kom fillu me vetura, do më dhonë prej moshës 18 vjeçare, gjithmonë e kom marrë leme një herë, adi më ka pëlqy gjithmonë vetura, më kom përcjell garat në përbot me vetura, por nuk është që më ka heka e dëshira për me pas motor. Po më do ke vetja shumë e rej për me pas motor edhe shumë jo e përgatit. Momentit që jam je përgatit, e kom blej motorin tem të parë, edhe kur i kom hyp është krejt ndjenjë tjetër, krejt adrenalin tjetër, po nuk është që e lo edhe veturën në largë kësaj, dhe me thonë, tash që më barazu me të dyjat. Tash të dyjat i kam, po të dyjat e jepi një adrenalin veçant, edhe një është rahat në to. Sa e përket garave me motora në asfalt, më thonë jo motora cross kemi pas gara dhe ma heret. Tash këto që e përmendi Brunilda që e kam fillu dhe të na. Në qëfar mënyrën bëna, kemi pistat mjaftushme, apo veç adaptohen parkingjet ndryshme për gara me kone, a qysh do? Po, do më thonë gara e parë që u majtë këto e vajzave, ka qenë në Prishtina Mall. është në bajnë në parkingën në Prishtina Mall, ku jënë vendosë do me thonë gomat, e kam bo shtegun, edhe kam pas për shamu me sekonda, kush e përfundon ma shpejt, jënë gje sekondat, jënë bashku, do me thonë dy rendet, dhe jënë bashku sekondat dhe kush ka qenë ma e shpejta, kam fitu. Për ndryshe, garat në asfalt jënë majtë kështu edhe për drejt, do me thonë në pej, kanë marrë pjesë 4 garuse nëse s'gaboj, femrat, cilat kanë kallëzuar rezultate shumë të mira. Tu kanë qenë si drag race, do më thonë? Qashtë të diçka, po, drag race, dhe po, për ndryshe e para u majtë kështu mes gomave, me këshyrë sa e gjënshme më këthy në këthes, sa për merë këthesën shpejt, e kështu me rallë. A ka mundësi se, kur i shojmë garat në përpot, në përshtigje, që kanë barë anash edhe i kanë ato shikanat që duhet edhe mbrojtësit anash, edhe motoristë mundet mushtri ta më në nuk kena mri halode atë. Sa e është për MotoGP, nuk kena mri halode atë, se nuk kena hapësirë mjaftueshme për kësi lloj gara. Qysh bota e me goma s'mundet më vo? Jo, asnjëherë, nuk kena hapësirë mjaftueshme për kësi lloj gara, për ndryshe një pjesë e vogël që atë Prishtina Mall e kena në zonë, e kena bu garën në mënyra sa ma mira edhe kena pas edhe ndihmën e shpejt aty nësë për raste emergjente, policin, gjithë, do më thonë, jena kënë gatshëm për qasi lloj gara. Ati halos kena mri, inshallah mrina sa më shpejt. Shpresoj, tash për ndëgjej që për ndërtojt në një shtek, dhe shpresoj që mundet më përdorë dhe për motora. Brunilda, se erdhen e patëm për erë të parë, ty të kemi pas ma shpesh, që e pytëm pak për motora, se nuk disha qysh më banë garat e motorave. Po edhe me motora, do ja nisi vitin tjetër. Qysh? Edhe unë vitin tjetër me motora. A, ti do t'ja fillosh me motora? Unë fillimisht, kur e kam mësu, si e vogël e kam mësu motorin. Po lejen e kam marrë para disa muajve,
pak problem me familjen, me i bind, se kur mësosh me atë komoditetin e veturës është pak e vështirë. Pastaj më kthy në dy rroça, po që unë e shoh më shumë për aventurat fundjavës motorin se sa për përdorim të përditshëm, derisa ta ndjej veten pak më të gatshme për përdorim